Të nderuar vëllezër, është mirësi e Allahut dhe është privilegj që të jem mesin tuaj. Nuk e them për hipokrizi, nuk e them as për të dukur i mirë mesin tuaj, e them sepse ndjej shumë kënaqësi kur jam në xhamatin tuaj dhe lutja Allahun e lartësuar, e gjithashtu kur takoj me ftyun e nderuar. Edhe lutja Allahun e lartësuar ta shpërblet atë për mundin e tij, natyrisht që kjo është një fryt prej fryteve të punës së tij. Dhe sot ishte kënaqësi që vini për të takuar juve, sepse lutim Allahun e lartësuar, pa ju vlerësuar shumë në mënyrë që të dëmtojmë, por e mira duhet thënë kur shikohet dhe duhet motivuar e mira. Ne kemi kënaqësi sa herë që dëgjojmë për aktivitetet tuaja, për organizimet tuaja, për dëshirën që keni për marrjen e dijes, për respektin që keni për hoxhallarët dhe gjithashtu për punën që bëni për davetin. Lutem Allahun e lartësuar të shtoj mirësitë edhe të gjithë neve na Allahu i lartësuar na përdor për hajër, për mirë. Ne sot bashkë me Hoxhën Osmanin kemi zgjedhur një temë, sepse elhamdulillah unë shikoj dhe kam dëgjuar dhe mesin tuaj ju jeni goxha të lexuar dhe goxha të zhvilluar dhe nga ana e dijes. Është një temë e cila për shumë për ju ndoshta është e njohur, por ne përkujtojmë njëri tjetrin. Allahu i lartësuar thotë: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Ti këshillose këshilla bën dobi besimtarëve. Nëse diçka dim edhe na kujtohet përsëri domethënë freskojmë atë dhe e forcojmë. Nëse e kemi harruar, e rikujtojmë. Nëse nuk e dimë, e mësojmë. E natyrisht kjo temë është një temë që ka të bëjë me ata që profeti sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur të huaj, ghuraba. Të huaj ose që ndihen të vetmuar ose që ndihen ndryshe nga të tjerët, edhe pse ky termin ndryshe sot po keq përdoret, por po flasim në aspektin e të mirës. Pra besimtari i cili e zgjedh Islamin, fen, besimin, dhe zgjedh të jetë edhe adhurues i Zotit, po të jetë dhe i moralshëm, po të jetë dhe i drejtë në marrëdhënie me njerëzit, të jetë dhe korrekt në marrëdhënie me ta, e ndjen veten të huaj, e ndjen veten ndryshe nga të tjerët, e ndjen veten pak i vetmuar, nuk e kuptojnë shumë herë, nuk e dëgjojnë shumë herë, nuk bien dakord me të, më shumë e kundërshtojnë se sa e mbështesin. Prandaj ky është një përkujtim rreth fjalës profetit sallallahu alaihi wasallam që thotë: "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fa tuba lil ghuraba." Thotë ka filluar Islami i huaj. Islami filloi i huaj në fillim. Dhe do të kthehet përsëri i huaj. Por lumë thot për ata të cilët ndihen të huaj. Lumë për ata që ndihen të huaj. I kanë thënë: "O i dërguari i Allahut, kush janë këta? Kush janë këta të huaj?" Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam sipas transmetimeve të ndryshme nga sahabë të ndryshëm. Tek i saktë Muslimit profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë thotë? Thotë ata janë njerëz të mirë, të rregullt, njerëz korrekt, qaumun salihun. Kur thotë salih, domethënë edhe i devotshëm, por edhe korrekt. Domethënë me devotshmëri, sinqeritet ndaj Allahut dhe korrekt ndaj parimeve fetare. Në përputhje me parimet, me mësimet e fesë apo sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot qaumun salihun qalil fi nasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Thot njerëz të rregullt, korrekt, të mirë, të pakt. Në mesin e njerëzve të shumë, të cilët nuk e kanë këtë cilësi. Nuk janë të tillë, janë të rregullt, janë të mirë. Ata që i kundërshtojnë janë më shumë se ata që i dëgjojnë. Kush i kundërshton është më shumë se kush i dëgjon. Dhe ne sot po jetojmë këta apo jo? Në media, në rrugë, në marrëdhëniet tona me njerëzit, në tregtinë që do të bësh me ta, në marrëdhëniet, në farafisin që duhet kemi, që i kemi korrekte, ata duan sipas shefit tyre kështu më radhë. Pra ndihesh i huaj apo jo? E profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith e përmend këtë si cilësi. Në hadith tjetër, Ibn Mesudi radiallahu anhu ka thënë, është pyetur kush janë këta të huaj? Ka thënë: "Alladhina yaslihuna idha fasada an-nas." Janë ata të cilët përmirësojnë vetvetet kur njerëzit shkojnë
në degenerim, në shturje. Këta merren me veten, përmirësojnë veten, edhe pse të tjerët prishin, shkojnë në degenerim. Në hadith tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min as-sunnah." Ata cilët përmirësojnë, rregullojnë atë që njerëzit prishin prej rrugës time, prej fesë. Ndryshojnë fen, ndryshojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra, shikoni çfarë cilësish shumë të veçanta për njerëz shumë të veçantë. Janë të veçantë ashtu siç profeti sallallahu alajhi wasallam ka quajtur të huaj. Të huaj në mesin e njerëzve. Tani, thot profeti sallallahu alajhi wasallam fillim të hadithit, ka filluar ky Islami huaj dhe do të kthehet i huaj. Si filloi? Si filloi Islami? Filloi me njerëz të pakt. Tek tu. Në çdo fis, në çdo lagje nga një. Dhe ata që përqafonin Islamin, familja e tyre i përbuste, i pengonte, i talte, ndoshta edhe i keq trajtonin, e pati prej tyre që dhe u vranë, u torturuan, kush ishte sklav, kush ishte i varfër, kush ishte i dorës së dytë në shoqëri, pati prej tyre që u vranë. Shahidët e parë, dëshmorët e parë të Islamit, ishin Mekë. U torturuan dhe u vranë për shkak të Islamit. Torturua Bilali, Suhejbi, Khababi, shumë prej këtyre të cilët ishin besimtarë të parë të dobët, po ishin pak, ishin të huaj, nuk gjenin vend në mesin e të tjerëve. A mund ta përjetojmë pak të ndjesi, ti jesh vetëm, besosh në Allahun, thuash Zoti është një, nuk e adhuroj ato që ne i gdhëndim me duart tona. Nuk duhet shkojmë mbas pislëkut dhe degenerimit që kishte shoqëria në moral. Besoj e dini shumë mirë se si në çfarë grade drejtë kishin arritur femrat në moralitetin e tyre, apo kamata si kishte arritur, apo varrosja e vajzave femra, apo lufta që bëheshin me i forti hanë në pasurinë e dobtit, apo i merrte robër, sklavronte kështu me radhë. Pra kështu filloi Islami i huaj në fillim. Derisa u detyruan edhe emigruan muslimanët e parë. Shkuan në Abisini, në Etiopinë e sotme, 2 herë, pastaj derisa ikën në Medinë. Kur shkon në Medinë, Islami filloi të plotësohej. Filloi numri i muslimanëve të shtohej, të forcoheshin, derisa arriti kulmin. Derisa Allahu i lartësuar zbriti fjalën e tij që thotë: "El-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, fala takhshawhum wakhshawni." Thotë sot nuk kanë më shpresa jo besimtarët se mund të ndërhyjnë dhe të dëmtojnë fen tuaj apo juve. Pra feja juaj i kaloi të gjitha këto sprova, të gjitha këto pengesa, edhe tani ju keni pozit, jeni shumë lart. Sot, përfundimisht, jo besimtarët i kanë prerë shpresat se mund të dëmtojnë. El-yawma akmaltu lakum dinakum, vazhdimi i ajetit, sot u plotësova juve fen tuaj, wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe u përmbusha mirësinë time ndaj jush, wa raditu lakum al-islam dina, dhe jam i kënaqur që ju të keni Islamin për fe. Pra kështu plotësua feja. Dhe kështu vazhdoi edhe në kohën e Abu Bekrit dhe Umerit, në këtë lartësi, në këtë pozit, muslimanët të fuqishëm, të vllazëruar, të kapur për njëri tjetrin, të kapur për feje, me krenari, pa problematika, pa përçarje në fe, pa përçarje në çështjet e dunjas, pra vazhdoi në këtë rrugë. Derisa më pas filloi rënja. Më pas filloi rënja. Dhe filluan përhapen, si thot Ibn Rajab, Allahu mëshiroft, pastaj thot vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdoi çështja ishte e tillë, pra në këtë grad, gjithashtu ngeli edhe vazhdoi edhe në kohën e Abu Bekrit dhe Umerit, njerëzit ishin istiqame, ishin në fe, nuk ishin përçarje, s'kishin problematika. Më pas thot shejtani mallkuar thot ngriti kurthet e tij ndaj muslimanëve. Dhe bëri thot hodhi mes tyre thot armiqësi, vllavrasje, përçarje. Foti mes tyre thot, përhapi mes tyre thot sprovat e epsheve edhe dyshimeve. Çfarë do thot këto dyja? Foti tek ata problematikat tekat e njerëzve. Dëshira për të pas shumë pasuri, dëshira për të ato, domethënë, me njerë veset e njerëzve. Për të përmbushur veset e tyre, njerëzit ndoshta derdhin gjakun, ndoshta hanin pasurinë e tjerëve pa drejtë, e kështu me radhë, pra, këto quhen epshet. Në krahun tjetër dyshime të cilat janë
futja e përçarjeve në çështjet e fesë. Devijime. Kështu do të shejtani futi thot ato kurthet e tij në mesin e njerëzve dhe u përhapën thot epshet dhe dyshimet. Dhe vazhduan të dyja këto sprova të përhapen në mesin e njerëzve dhe të shtohen derisa ato bën vend. Dhe shumica e njerëzve u ndikuan nga këto dy aspekte. Në mos nga njëra thot, nga tjetra, e ndoshta nga të dyja. Pra dikush jepej mbas dynjas dhe shkonte në shkatërim, dikush devionte në çështjet e fesë dhe shkonte në devijim, në shkatërim dhe ai. Ose dikush kishte mbledhur edhe devijim feje, edhe problematika. Dhe për të gjitha këto thot profeti sallallahu alajhi wasallam vetë kishte lajmëruar. Ai Xhebi çfarë thot? Rahimullah. Thot që profeti sallallahu alajhi wasallam kishte lajmëruar për këto që do të ndodhin. Sa e përket epsheve, tekave. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, siç transmetuar prej tij në hadithe të shumta, ka lajmëruar se sa e përket dyshimeve, devijimeve. Thot ka lajmëruar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të shumta se ky ummet do të përçahet në 70 e disa grupe. Mbi 70 transmetime të ndryshme janë numra të ndryshëm. Është më e njohur ai 73 grupe. Që të gjitha këto rrugë të çojnë në zjarr përveç njërës, që është ajo rrugë në cilën ka qenë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij. E vetmja e vërtetë, ajo që zbriti Allahu dhe që e praktikoi profeti sallallahu alajhi wasallam, që ne e përmendëm fillim që ajo u përmbush, u plotësua dhe Allahu zbriti, sot u kanë plotësuar fen tuaj. E sa i përket sprovave, fitnes, epsheve, të tekave, është transmetuar në saktë e Muslimit nga hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: si do të jetë gjendja juaj kur ju të merrni në dorë thesaret e Romës, pra Bizantit edhe të Persisë, dhe të Persëve. Si do të jetë gjendja juaj vallë? Thot Abdurrahman ibn Auf, nga sahabët më të mirë. Thot o i dërguari i Allahut, ne do të jemi, thot, siç do Allahu të jemi. Pra këtu flasim për atë brezën sahabëve që ishim, nuk e perceptonin që dynjaja mund t'i sprovonte apo në fe mund të devionin. I thot ne do të jemi, edhe sikur gjithë dynjaja na hapet, na jepet, ne do të jemi siç do Allahu të jemi. Nuk ndryshojmë. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ndoshta jo, thot, ndoshta do të jemi ndryshe. Këtu lajmëron profeti sallallahu alajhi wasallam çfarë do ndodhë me muslimanët kur t'u jepet dynjaja. Kur të kenë të hapen mundësitë e dynjas. E sa prej nesh ka, që Zoti i ka dhënë prej dynjas, e ndoshta sprovohet. Shikojeni çfarë thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Thot, ndoshta nuk do të jeni kështu, por ndryshe thot. Do të konkurroni me njëri tjetrin. Pastaj thot, do të keni hased, smir njëri tjetrin. Ky kam shumë, unë kam pak. Pra do të filloj hasedi. Pastaj thot do t'i ktheni shpinën njëri tjetrit. Pastaj thot do ta urreni njëri tjetrin. Shikoni çfarë bën sprova e epsheve, pasuria, pra njerëzit muslimanë s'kan, janë vëllezër, janë dashur, janë miq. Kur fillon pastaj që hapet dynjaja, aty fillojnë të gjitha këto, fillon konkurim, fillon smira, fillon kthimi i shpinës dhe urrëtia. Allah i lërsua na ruajt të gjithëve nga kjo. Hadithi ishte tek Muslimi. Ndërsa te Buhari nga Abdurrahman ibn Auf, i cili e tregon për profetin sallallahu alajhi wasallam që ka thënë, thot vallahi, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, vallahi thot nuk kam frikë për ju varfërim. Nuk kam as pak frikë për ju varfërim. Pra varfëria juve si ju nuk ju dëmton. Po thot kam frikë për ju se do t'u jepet, do t'u hapet mundësia e dynjas, do t'u jepet pasuri. Si që ju dha pasuri e dynjas, thot ata atyre që ishin para jush. Dhe ju thot do të garoni për të, do të konkuroni për të, si shkonkuruan ata që ishin para jush, e do t'ju shkatërroj juve si shkatërroj ata që ishin para jush. Pra shikoni sa e rrezikshme çështja e shkuarjes mbas epshit, përmbushjes së egove, të tekave, të dëshirave, pa kufi ose pa frerë, të cilat i përcakton sheriati, feja. Allah i lartësuar na ruaj. Prandaj kur Umerit radhiyallahu anhu i ka rënë dorë thesari i persëve,
Ka qarë Umeri, radhiyallahu anhu. Ka qarë, ka lutuar dhe ka thënë, nuk ka pas popull që u është dhënë pasuri e tillë veç se thot Allahu i ka bërë armiq të njëri tjetrit. Pra janë bërë armiq me njëri tjetrin për këtë dynja, për këtë pasuri. Prandaj, siç e shikojmë mes e njerëzve, të dyja këto sprova janë për hapur shumë. Edhe devijimet, pra dyshimet në fe, themi dyshime, shubuhat, sepse njerëzit nuk kanë ndjekur argumentet, kanë ndjekur të tjera parime dhe kanë shkuar pastaj devijime. Secili ka marrë nga ai rrugë, janë bërë shumë tarikate, shumë grupe, siç e shikojmë, dhe jemi realist. Aktualiteti është argumenti më i madh. Edhe nëse dikush dëgjon dikë që thotë shiko se hadithi është pak i dobët, aktualiteti, realiteti i umetit dhe muslimanëve sot është argumenti më i fortë që ky hadith është i saktë, dhe ka ardhur në rrugë të shumta dhe është i saktë. Po si kanë shkuar në devijim kaq shumë? Sepse është hapur mes në tyre sprova e dyshimeve, e devijimeve dhe gjithashtu e epsheve. Të dyja këto gjenden shumë në mes e njerëzve derisa janë përçarë, janë urryer, janë larguar nga njëri tjetri, pasi ishin të dashur me njëri tjetrin, ishin të afërt me njëri tjetrin. E Zoti na ruaj të mos ndodhë kjo në xhamatet e muslimanëve. Pra, themi për shqiptarët, po pse kur nuk ishin më afër njëri tjetrit, ishin më njerëzor, ndërsa sot që kanë mundësi, kanë pasuri, disa janë bërë me pasuri të mëdha, dhe nuk shikojnë asnjëri sa afër tyre, nuk shikojnë as prindrit e tyre. Lutem Allahun kjo mos ndodh mes muslimanëve. Sepse edhe muslimanët më parë kur ishin më të rinj, më pak mundësi dynjaje ishin më afër njëri tjetrit, në vizita, në të gjendur njëri tjetrit në hallin e tij, në ndihmes, ka pas prej besimtarëve që e ka bërë shtëpinë vetëm me kontributet e muslimanëve, xhamati që ka pasur. Do me ndihmë fizike, se pasuri nuk ishin. Ishin pa punë, ishin pa martuar, ishin çuna të rinj, ishin të huaj në fiset e tyre, të huaj në familjet e tyre, por të dashur, të afruar me njëri tjetrin, solidarizuar. Erdhi puna, duke kaluar koha, duke përmbushur duke u përmbushur nga ana e dynjas, jemi larguar nga njëri tjetri. Kjo është realitet apo jo? Ndoshta dhe gaboj. Prandaj këto të dyja, e sidomos sprova e epsheve, është bërë synimi i shumë për njerëzve. Për herë, domethënë, këtë gjë kërkojnë të përmbushin nevojat e tyre të dynjas, epshet e tyre, kërkesat. Me të kënaqen. Me dynjan kënaqen, nuk i kënaq gjë tjetër. I thuaj feja, namazi, devotshmëria, halali, jo, do të përmbush epshin e vet. Për të zemrohen. Dynjaja e zemron, po nuk e arriti së muret. Nuk të flet, largohet, i flet çka ke. Gjithashtu për këtë dynja miqsojnë dhe për të armiqsojnë. Ku kanë interes, të duan, ku prishet interesi të armiqsojnë. E siç e shikojmë sot, një nga problematikat e mëdha të Shqipërisë është vrasja, për shkak të trafiqeve të ndryshme, të cilat përmbushin vetëm epshet e njerëzve për t'i pasuruar shpejt, siç e dini të gjithë. Ka bërë kjo që të ndahen nga familjet e tyre, nga fiset e tyre, derdhin gjakun dhe të bëjnë gjunahe të ndryshme ndaj Allahut të lartësuar. E sa i përket sprovës së epsheve, të dyshimeve, përçarjeve, devijimeve, kjo e ka bërë shumë prej muslimanëve që të mos jenë në një vijë, mos jenë në një rrugë. Jemi realistë për këtë. Janë kthyer në grupacione, janë kthyer në parti, janë kthyer në tarikate, dhe të gjithë pretendojnë që kanë të drejtë, por në fakt, në mesin e tyre, nuk mund të ketë të drejtë veç se ata të cilët pasojnë rrugën që la profeti sallallahu alajhi wasallam. Atë që i dërguari Allahut u mësoi sahabëve dhe ata e praktikuan. Siç thotë në hadithin që përmendëm më parë, përveç se ata që janë në rrugën që unë jam sot dhe shokët e mi. Prandaj thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, do të vazhdojë një grup nga ummeti im, pra nga muslimanët, do të vazhdojë një grup që do të qëndrojnë, të qëndrueshëm në rrugën time, në të vërtetën, në hak, që nuk i dëmton ata se kush i kundërshton dhe as kush i nënçmon. Nuk i dëmton kush i kundërshton dhe as kush i nënçmon. Derisa të vijë çështja e Zotit, pra urdhri i tij.
Të tillët në fakt sot janë ata që quhen të huaj. Kush? Ata cilët fenë e zbatojnë siç e mësoi profeti sallallahu alajhi wasallam dhe siç e zbaton sahabët. Të tillët janë këta të huajt që ne po flasim për ta. Pse? A jemi realist që ka tarikate për shembull që del ai me godin e rakis para, e pi, unë po pi pak ujë domethënë. Zhveps. E më mirë, sa lek bëri. Edhe thot, nuk ka haram në fenë islame. E keni dëgjuar apo jo? Keni dëgjuar? S'ka haram po. Edhe e pi, e këtën. Zhvepsin e bëgenit mirë. Pasin mirë. Pra, në përgjithësi, grupacionet, ata cilët kanë dalë nga rruga e vërtet, shkojnë tek gjëra që u përshtaten atyre ose u përshtaten njerëzve. E hollojnë fenë, e trashin fenë, e bëjnë gjyra, vetë bëjnë kameleon, pra nuk qëndrojnë. Ndërsa, ata që ndjen të huaj janë ata cilët e praktikojnë fenë siç profeti sallallahu alajhi wasallam u mësoi sahabëve, siç e zbriti Allahu. E kuptojmë? Dhe këta janë ata të cilët ndjen të huaj. Tani, kush ishin këta? Janë ata të cilët janë të rregullt kur njerëzit shkojnë në prishje, pra kur njerëzit shturen. Janë ata të cilët përmirësojnë atë që njerëzit kanë prishur prej fesë, kanë deformuar prej fesë. Pra këta edhe përmirësojnë për vete, edhe përmirësojnë të tjerët. Ka prej tyre që vetëm përmirësojnë veten. O më i plot se ky është ai i cili pasi ka përmirësuar veten përmirëson të tjerët. Pra nuk rriduar kryq. Këta janë më të plot sepse ky është në misionin që kanë qenë profeti dhe shokët e tij. Janë ata të cilët për të ruajtur fenë e tyre nganjëherë duhet edhe të izolohen, edhe të shkëputen, qoftë edhe nga njerëz të afër. Ndodh nganjëherë, familja thotë do shkojmë në filan vend apo do bëjmë filan fest apo kështu, thonë cili ka harame. Besimtari çfarë thotë? Unë thotë kam ndaluar nga feja. A është ky izolim? A është veçim? Apo bën ndryshe nga të tjerët? Nuk pa akuzojmë dikë që nuk janë njerëz të mirë, jo, s'kemi punë me këtë. Ne po flasim për parime, për fenë e Zotit që ka zbritur. Besimtarit i intereson kjo më shumë. Unë me veprën time e kënaq Allahun, a jam në të vërtetën? Kjo është e rëndësishme. Nëse e bën këtë, nuk ka rëndësi se kush zemërohet, pastaj apo kush mërzitet natyrisht duke ruajtur sjelljen, moralin, etikën e këto në kështu me radhë. Duke qenë kujdesshëm. Por të huajt kush janë? Ata të cilët rregullojnë çfarë njerëzit kanë prishur, ata të cilët përmirësojnë kur njerëzit shkojnë në shturje, prishen, ata të cilët veçohen kur të tjerët bëjnë punë jo të mira, janë të paktët, të veçuarit, të dalluarit në fiset e tyre. Sa fise ka Saranda apo Jugu, sa muslimani janë mes në tyre, nganjëherë në një fis mund të gjesh një person. Pra këta janë ata të veçantë nga çdo fis. Kështu i ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në një prej haditheve të transmetimit të këtij hadithi. Ka thënë ata të veçantë nga çdo fis, nga çdo kabile, ka thënë. Nga çdo fis del nga një, sepse kështu ishin muslimanët e parë. Nga një fis dilte një besimtar. Të tillët janë të paktë dhe ndihen të paktë, por ashtu siç ndjen ata të parë. Ka pas prej dietarëve të selefëve që të parëve kanë të mirë, që kështu e kanë shpjeguar të qenët e huaj, që do të jesh mesin e njerëzve pa shumë ndihmësa, pa shumë njerëz që të mbështetin. Thotë Uzai, Allah më shërof. Ka shpjeguar fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam, ka filluar Islami i huaj dhe do të kthehet i huaj ashtu siç ka nisur. Duket e plotësova kuantim, ha? Edhe pak inshallah. Ka filluar Islami i huaj dhe do të kthehet i huaj siç ka nisur, ka thënë nuk bëhet fjalë thotë që Islami do të shuhet. Do të ekzistojë. Sa përqind themi në Shqipëri ka musliman? Nganjëherë 70, nganjëherë 60, po qoftë edhe 50. Janë shumë apo jo? Sa janë ata që praktikojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, pra fenë e profetit sallallahu alajhi wasallam? Sa përqind? Prandaj thotë, nuk bëhet fjalë që Islami thotë të ikë, të largohet. Por thotë ehli suneti, pra ata të cilët e zbatojnë Islam, e zbatojnë sunetin, do të jenë të tillë që nuk ngelet në një vend, në një fshat, në një lagje, në një qytet, veçse një person i vetëm.
Pra do të jenë të vetëm. Do dallohen mes të tjerëve. Dhe të tillë fjalë gjen edhe në fjalë të tjera dietarëve të selefëve, parëve tanë të mirë, thot Hasan al-Basri Allahu mëshiroft, u thoshte shokëve të tij, o ehli sunnet, thoshte, o ju që jeni në sunetin e profetit, në rrugën e vërtetë, silluni but me njëri tjetrin, sepse ju thot jeni më të paktit njerëz. Jeni pak. Silluni but me njëri tjetrin se ju jeni pak. Shko Hasan al-Basri, çfarë brez ka qenë? Kush ma thot? Prej tabinëve, pasuesve të sahabëve, nga të mëdhenj të tabinëve. E thot, o jo ehli sunnet, silluni but me njëri tjetrin, but, se ju jeni më të paktët mes e njerëzve, pra jeni pak mes e tyre. Yunus ibn Ubejd, Allah mëshiroft, ka thënë, nuk ka gjë më të huaj mes e njerëzve se sa suneti, pra rruga e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe më të huaj se sa suneti, thot, janë ata të cilët e ndjekin sunetin. Pra kjo është ndjeshi huaj kur ti zbaton fen sunetin. Sufjan al-Thauri, Allah mëshiroft, ka thënë, silluni mirë me ehli sunetin, sepse ata janë të huaj në mesin e njerëzve. Shkojnë qa këshillash prej dietarëve të selefëve që ne sot shikojmë që Allah na përmirësoft, ndoshta më të ashpërsinë tonë ndoshta kemi kundrejt vëllezërve tanë, kundrejt atyre që falin me në xhami, kundrejt atyre që Allah na përmirësoft. Lutë Allah mos të jetë kjo mesin tuaj, por ka plot fshatra dhe qytete, besoj edhe rreth jush, edhe më të tjera që edhe pse janë pak në një vend banim, ose kanë konflikte, ose nuk flasin, ose domethënë kanë problematika me njëri tjetrin dhe ndihen me të vërtet të vetëm. Tani, çfarë kuptimi ka pas te këta dietarët e selefëve fjala sunet, që thotë ehli sunet, ndiqni sunetin, ata që janë pak të sunetit. Çfarë kuptimi ka pas tek ata, jo tek ne? Tek ata ka pasur rruga, suneti ka qenë tek ata rruga e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në cilin ka qenë ai dhe shokët e tij në të gjitha aspektet fetare. Që është e pa cënuar, e pa përlyer, as me devijime, dyshime që tham, as me epshe, pra teka. Kjo është rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e kuptojmë më mirë në fjalën e Fudhejl ibn Iyadit, Allahu mëshiroft, që thot, ehli suneti janë ata të cilët din mirë se çfarë fusin në stomakun e tyre prej halallit. Pra, pse? Sepse të ngrënët e halallit është nga treguesit më të mëdhenj që feja të këty ka pesh. Që feja që t'i po ecën pas rregullave të fesë. Se ku sprovojmë të dynjaja, e epshe. Dhe shiko çfarë thot Fudhejl ibn Iyadi për treguar se ata kur thoshin që ehli sunet janë pak e kështu me radhë, pra ata që interesohen me të vërtet për të gjitha aspektet fetare në jetën e tyre. Pastaj më vonë dietarët kanë përmendur se suneti bëhet fjalë domethënë jo vetëm për ata që kanë problemin e epsheve, por dhe më mbrapa është identifikuar si ata që nuk kanë probleme me devijimet. Me devijimet. Prandaj ka fjalë të ndryshme dietarëve. Dhe sa minuta kam? Kam mbyll? Okej, edhe pak. Valla janë disa fjalë të dietarëve që janë shumë e peshë, por koha është e kufizuar. Ibn Qayyim përmend se ehli suneti vërtet janë ata të cilët janë të udhëzuar në tauhid, në akide të pastër. Pra nuk e kanë të përlyer besimin e tyre me shirk, si fajsi, problematika në adhurimin e Allahut, në dua e kështu me radhë, dhe në aspektin tjetër në sunet ata janë larg risive, janë të përpikt me sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe qëndrojnë larg pra bidateve, risive, çdo gjë që njerëzit kanë shtuar në fe. Dhe këta natyrisht ndjen të huaj sepse të huajnë çështjen e tauhidit. Ata që merren me tauhid, do thonë njerëzve sot, thonë që merren me tauhid, edhe mes në grupacioneve islame, dukesh pak i huaj, derisa kanë arritur për grupacione që thonë mos merr me tauhid, se tauhidi pra e përçan umetin. Edhe këtë kanë thënë. Madje ka njerëz që edhe
e ironizojnë pak ndarjen e tauhidit në 3 pjesë kështu me radhë, ata davetçin që merren me këtë aspekt të tauhidit të akides, domethënë i shikojnë si domethënë që nuk e kanë kuptimin e saktë, sikur janë naiv, sikur nuk kuptojnë nga feja kështu me radhë. Gjithashtu kush flet për sunetin, për të pastruar nga bidatet e kështu me radhë feja, edhe ky duket si jashtë mode. Pra natyrisht që dy këto aspekte ndihesh i huaj në mesin e muslimanëve sot, Allahu i lartësuar na përmirësoft ne dhe të gjithë muslimanët rreth nesh. Natyrisht në hadithe të shumta mund ta shtim. Allah është problem sepse janë të rëndësishme shumë. Në hadithe ndryshme ka ardhur lavdërimi e atyre të cilët kapen për feje në kohët e fundit. Lavdërojnë ata të cilët e mbajnë fen siç është për të mbajtur. Pra jo që të përshtatesh njerëzve, as të lëshosh nga feja, as të mos shkosh në ekstrem, që të sjellësh siç kanë shkuar havarixhët e kështu me radhë këta ekstremistë, domethënë që e kanë trajtuar fen sipas mendjes tyre dhe jo sipas udhëzimit profetik. Ata të cilët kapen me të vërtetë për feja, siç është feja e saktë, në kohët e fundit janë lavdëruar shumë në argumente të shumta. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam përmend për ta se kush duron në zbatimin e fesë, edhe pse ndihet i huaj, i veçuar në mesin e njerëzve, do të ketë shpërblim të madh. Ai do të jetë si njeriu që kapet për kongjilli, që i thon, apo e për prushi. Dhe gjithashtu ai i cili punon në këtë kohë, e zbaton fen, do të ketë shpërblim sa 50 prej sahabëve. Dhe ky është një, si thon, përgëzim i madh, një myshdë e madhe, që ta zbatosh fen sot dhe të marrësh shpërblim sa 50 prej sahabëve. A është madhështore kjo gjë? Bismillah, mos na privoj nga shpërblimet, që na vë jeta kot, që në një aspekt dukemi si musliman, edhe të privohemi nga qefet e dunjas dhe pastaj tek Allahu mos na ngelet shpërblim. Bismillah, na bëj besimtar të mirë që t'i marrim të shpërblimet të plota. Pse marrin shpërblimin sa 50 prej sahabëve? Në kohët e fundit besimtarët. Mendoj që jemi në atë kohë. Sepse ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ka thënë sahabëve, kur i ka thënë 50 prej tyre apo prej nesh, ka thënë prej jush. Pse? Sepse ju thot gjeni kush ju mbështet në punët e hajrit, ndërsa ata thot nuk gjejnë mbështetës. Nuk kanë krah ata, janë vetëm. Janë vetëm dhe zbatojnë fen. Pra shumë madhështore apo jo? Shumë e rëndësishme. Allah i lartësuar natyrisht që i shpërblen vepërmirët. Tek Tirmidhiu, në hadith nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sakson Sheikh Albani, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, do të vijë një kohë tek njerëzit që ai që duron në fen e tij është si ai që kapet për prushin. E mban dot prushin e ndezur, kështu është edhe në bash fen. Po nëse feja nuk të shqetëson në ditën tënde, halal dhe harami, nuk të shqetëson, por shkrihesh me njerëzit, atëherë do të thotë që duhet ripar, duhet një përmirësim i aspektit fetar. Te Abu Daudi dhe Tirmidhiu dhe sakson Sheikh Albani, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, urdhëroni për mirë dhe ndaloni nga e keqja, për derisa të shikoni, pra urdhëroni për mirë dhe ndaloni nga e keqja. Vazhdoni të përmirësoni njerëzit derisa të shikoni disa cilësi tek ata. Të cilat këto cilësi tregojnë se ata nuk duan t'ia dinë më. Nuk ndikojnë më sa do të flasësh. Derisa të shikoni, thot, kooperaci, shpirtvogëlsi të përhapur mes njerëzve. Pra kooperacia shohun muta është shpirtvogëlsi. Domethënë njeriu ka shumë, po i duket sikur s'ka. Nëse duhet t'i jap prindit, vllajt, motrës të madh, duket sikur do varfrohet. Dhe kjo është shpirt ngurtësi. Kështu shpjegohet më qartë kjo si fjalë. Derisa të shikoni, thot, shpirt ngurtësi. Pra kooperacia e tepruar. Dhe epshe që njeriu shkon mbas tyre. Ndjek epshet e veta. Dhe dhënie përparësi dynjas. Tre u bën deri tani apo jo. Edhe që secili t'i pëlqejë mendja e tij. Secili t'i pëlqejë mendja e vet, atëherë thot, merru me veten tënde. Pra okupohu më shumë me veten tënde. Jo të shkosh të shkrihesh mbas tyre, që unë po bëj ta vet, edhe të harrosh veten tënde, të përmirësosh të dukshmen tënde, të lëshosh nga feja jote, sepse do shkoj të takoj ata, të bëj ta vet, në vendet e haramit, apo të përmirëson të duke më mirë sepse ndikoj tek ata, përderisa i kanë këto cilësi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, atëherë thot fa alejke bi nafsik. Ke detyrë të merresh me veten tënde. Dhe lere thot çështjen e njerëzve.
Pra mos bëhet ajo më e rëndësishme tek ty se sa feja jote. Bëhet fjalë domosdoshmë që mos ndikohesh të biesh si ata. Sepse thot mbas jush do të vinë disa ditë thot që durimi në to thot është si kapja për prushin. Dhe ai që punon në to do të ketë shpërblim sa 50 burra që punojnë sa puna e tij në kohën tonë. Punojnë sa ai në kohën tonë. Pra shikoni çfarë hadithi madhështor dhe shumë i rëndësishëm. Thotë Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, si mos ndihet besimtari i cili është në rrugën e tij drejt Allahut dhe pason këtë rrugë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, si mos ndihet i huaj thot mesin e tyre, atyre të cilët ndjekin epshet e tyre dhe u binden kupracisë tyre, dhe secilit i pëlqen mendja e vet, dhe gjithë ky shpërblim që vjen në këtë hadith për këta njerëz thot është për shkak se këta nuk bëjnë si njerëzit e tjerë, por janë kapur për sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë shpëtuar nga errësira në cilën kanë rënë njerëzit e tjerë prej epsheve dhe dyshimeve. Pastaj këshillon Allahu mëshiroft çdo i cili ndjek rrugën e saktë, pra Islamin e vërtet, dhe e do sunetin dhe e do rrugën e të parëve të mirë, e selefëve, thot me fjalët e tij, le të përpiqet njeriu ta imponoj veten e tij, që të duroj ndaj ofendimeve të njerëzve ignorant, paditur, dhe njerëzve të cilët kanë shkuar mbas bidateve, pra njerëzve të devijuar. Dhe gjithashtu të durojnë ndaj përqeshjeve të tyre, ndaj thirrjeve që bëjnë ata për t'u larguar njerëzit prej këtij. Pra dikush më thot mos shkoni me ato, mos e dëgjoni ato, mos bëni si ai, se do bëheni si ai. Duhet durosh ndaj këtyre. Vazhdon fjalët e tij derisa thot. I tilli njeri thot duron në zbatimin e fesë thot edhe pse ata thot mund të ngrën kurthe të ndryshme dhe të ngrën për të akuza të ndryshme dhe ofendime të ndryshme. Ai thot është i huaj në mesin e tyre në fenë e tij për shkak se fetë e tyre janë të prishura. Është thot i huaj në mesin e tyre në kapjen për sunetin për shkak se në mesin e të tjerëve janë përhapur bidatet. Thot është i huaj në mesin e tyre në çështjet e dunjas, në çështjet e akides, sepse akidet e tyre janë të devijuara. Është i huaj ndryshe në namazin e tij thot për shkak se të tjerët nuk preokupohen për namazin e tyre. Është thot i huaj, pra ndihet ndryshe në marrëdhëniet e tij me njerëzit për shkak se të tjerët marrëdhëniet me njerëzit i kanë sipas interesit. Thot ai është i huaj në të gjitha çështjet e dunjas dhe të ahiretit të tij dhe nuk gjen në rrugën e tij thot prej njerëzve të tjerë të ndihmës apo mbështetës për rrugën e tij. Ai është i dishëm mes njerëzve të paditur, është njeri i sunetit mes njerëzve të risive dhe bidatit, thërret për tek Allahu dhe i dërguari i tij kur të tjerët thrasin për në epshe dhe devijime. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka filluar Islami i huaj dhe do të kthehet i huaj ashtu siç ka filluar. Thot Ibn Mesudi dhe unë domethënë e mbyll me këto fjalë. Si do të jetë puna juaj thot kur ju thot të mbuloheni, të mbisheni me fitne në të cilat i vogli plaket. Domethënë janë të përhapura si zakone, si sprova, si bidate, si devijime në mes në njerëzve derisa ai që është i vogël plaket me to. Dhe plaket njeriu me to thot e i vogli thot ushqehet me to, pra edukohet me to dhe e bëjnë këtë njerëzit thot si diçka të pandryshueshme, e bëjnë fe të tyre. Dhe kur të shkosh ta përmirësosh këtë gjë thot do të thonë që na ngatroi fen dhe na ndryshoi fen. I than o Ebu Abdullah ibn Mesudit, Ebu Abdurrahman, kur do ndodh kjo gjë? Thot kur të shtohen kënduesit e Kuranit dhe të paksohen dietarët. Kur të shtohen thot prisat tuaj dhe të paksohen thot njerëzit që ruajnë amanetin. Edhe kur të kërkohet thot dynjaja me fe. Pra derisa edhe feja të përdoret për të përmbushur epshet e dynjas dhe kur dia fetare thot të merret jo për hir të Allahut. Pra shikoni se si në këto raste nderuar besimtar, ai që zbaton sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam vërtet që ndihet i huaj. Prandaj të nderuar vëllezër, është detyrë për secilin prej nesh që të marrë dije fetare dhe sa të ketë mundësi. Dhe ta bëj këtë para se të mos i ketë më mundësinë.
Mos neglizhoni në mësimet e dijes, në mezhliset e dijes, po është në marrë nga dietarët, thotë Sehel ibn Abdullah Testeri, Allah më shëroft, e keni detyrë thotë të kapeni për transmetimet e të parëve dhe për suneti, sepse unë kam frikë se do të vijë një kohë, pas pak dhe jo pas shumë kohësh, do të vijë një kohë thotë që kur njeriu ta përmend profetin sallallahu alaihi wasallam dhe pasimin e profetit, njerëzit do ta nënshmojnë. Pra do të jetë huaj të thuash njerëzve pasoni sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Do duket si fjalë huaj, dhe sot në fakt shikojmë se kur thua suneti i profetit, ka për muslimanëve që e konsiderojnë vetëm pak kështu, pak intelektual, që të shikojnë me syrin e prapambetjes dhe naivitetit. Pra kam frikë thotë se mbas një farkohë do të vijë një kohë që nëse përmend sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ndjekjen e rrugës së tij, do të nënshmojnë njerëzit dhe do të largojnë prej teje dhe do të poshtërojnë edhe do të zhvlerësojnë. Ne lutem Allahun e lartësuar ndëror besimtar që na bëj zbatues të fesë, vërtet. Të jemi edhe të përmirësuar vetët tona, edhe përmirësues të tjerë. Dhe në vazhdim do jalim fjalën Allahu Osmanit, ma bëni Allahu për zgjatjen mua. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.